Përshëndetje për të gjithë nxënësit e klasave të para. Takohemi me lëndën e arsimit figurativ në e-klasa së bashku me mua, me njësinë mësimore mjetit e higjienës personale vizate. Qëllimet. Qëllimet e kësaj njësie janë të zhvilloni njohuritë juaja nxënës të dashur mbi mjetet e higjienës personale. Nëpërmjet të vizatimit ju të njiheni me mjetet dhe përdorimin e tyre. Të zhvilloni njohuritë e juaja grafomotorike, të sqaroni në mënyrë verbale për atë që vizatoni. Higjiena personale është e rëndësishme për jetën e njerëzve. Higjiena personale përfshin praktikën e një individi për të kujdesur për shëndetjen e trupit të tij. Duart transmetojnë shumë sëmundje, prandaj duhet që të lahen mirë me sapun. Higjiena personale përfshin kujdesin për pastrimin e duarve. Genci në shkollë kishte mësuar vjershën pastërtia. Ku pastërti nuk ka, mos kërko shëndet. Këto fjalë mësuesja për çdo ditë i flet. Genci dëgjon mësuesen me kujdes, dhëmbët i pastron me brushë çdo mëngjes. Më thënë Genci ban higjienën e dhëmbëve, prerja e thonjëve është shumë e rëndësishme për higjienën personale. Ja, këtu kemi priskun për prerjen e thonjëve. Gjithashtu higjienën e trupit, duarve dhe dhëmbëve, kemi mjetet të ndryshme, peshqirin, ujin, pastat e ndryshme, brushat e kështu me radhë. Higjienën e trupit, duarve, dhëmbëve mbahen duke përdorur mjetet e nevojshme, të cilat janë me një rëndësi shumë të madhe. Sot ne do t'i emërtojmë së bashku mjetet e higjienës personale të cilët janë shumë të rëndësishme, ku më pas për detyrë shtëpie ju do të vizatoni nga mjetet e higjienës personale. Këtu kemi brushën, kemi pastën e dhëmbëve, peshqirin, krërin, pasqyrën, sapunin, gërshërët e të gjitha këto, domethënë janë pjesë përbërëse e jetës tonë. Gjithashtu arritëm në fund që të vizatojmë krërin, pasi që kemi mësuar vijat e drejta. Juve në shtëpi ju duhet një fletë e bardhë, ju duhet laps dhe ngjyra me të cilat ju, së bashku me prindërit e juaj, do të punoni krërin apo ndonjë mjet të higjienës personale. Miru takofshim në video incizime të radhës.